Se, për 5 lame do të lesh aty unë banë? është sigurisht odio amore, është sigurisht odio amore. Dashuri urrejtje. Dashuri urrejtje. Dashuri urrejtje. U shof dy shok të ngushtë. Do ta Thjesht do guxim me bo gjëra që e kam me 4 fjalë, se s'po ju marr shumë kohë. Aman Alban veç një fjalë. E kam guxim me bo sene që tjerë të zguzojnë mi bo. Qaq. Është urrejtje. Kur në disa drejtime dhe koncepte moza nuk më përputhet me atë që është stili im i jetës, i punës, e më thetash, dhe është dashuri kur moza jep spektakël dhe më përputhen gjërat, kështu që nuk të thash, rrotullohemi këtu brenda drejt njëri tjetrit si satelit. Ai që ishte dje pra ishte spektakël? Jo. Jo, për mua po. Për mua jo, këtu jemi në kontrast të jashtëzakonshëm. Për mua ishte spektakël. Dhe për më tepër nuk ka qenë spektakël, sepse ta garantoj këtë gjë, ka qenë mes një person që është një jago i kësaj ferme dhe që është Zhaku. Dhe kur Zhaku futet në mes dhe të mozës, dhe i frynë zjarrit, aty Shpalla dhe pasaj jago përveç se hien, morvisi, që janë këto mdere, zoologjike. Unë sinqerisht kam qenë krejt spektakël. Prandaj nuk ka qenë, për ty ka qenë spektakël, për mu jo. Krejt, asë ndjeva fare, u habita bili që të Dakor, po unë po të shpjegoj... Ka shku karo me flejt. Unë po të shpjegoj nga Se flejt e dhja qërët, se dje për ke mu morë nuk ka zamën. qenë asë një spektakli. Ka qenë thjesht një zemërim i jashtëzakonshëm. Zemërim i jashtëzakonshëm. Zguzon me pojnë me mu. Ama thash është dashuri urrejtje me mozën. Për situatën e djeshme, Agaj ka marrë një vendim që do t'ju bëhet i njohur pasit të përfundoj televotimi sonte. Jo, ishala. Ajo që ditë ju them, është që pavarësisht... Bana, është për mua mozën apo mua mozën Zhakun? Nuk e di, do t'a lexoj zarfin kur të më vi këtu në studio. Ta ndroj mundjen Agaj se ka qenë spektakël. Tani, ka vetëm diçka që dua të sqaroj me juve në lidhje me termat e spektaklit dhe me atë që ju konsideroni spektakël. Pa diskutim që ju po dhuroni spektakël prej gati sa u bën tani, 60 sa ditë, 70 ditë dhe fakti që ky program është shumë i ndjekur është faljush. Dhe për këtë keni vlerësimin, mirënjohjen dhe falenderime maksimal. Por, në të njëjtën kohë, në situatat të caktuara, delikate, do duhet të kemi kujdes për mesazhet që japim dhe për mënyrën se si komunikojmë në këtë spektakël, i cili është shumë i ndjekur. Dhe Agaj nga një ranë dhe publiku nga ana tjetër, nuk do dëshironi në asnjë çast që ky spektakël të japi mesazhe të gabuara. Dhe mesazhet e gabuara mund të prekin grupe interesi, mund të prekin moshat të ndryshme, mund të prekin fanbase të ndryshme, mund të ketë reagime të ndryshme. Ajo që ne po përpiqemi të kuptojmë dhe po diskutojmë kaq kohë është se çfarë e çon dikë në një nivel të caktuar agresiviteti, që shkon në kërcënime, që shkon në fyerje, që shkon në mosbindje të rregullave të Agajt në një moment të caktuar. Dhe në këtë mënyrë çon, le të themi, produksionin nga një anë dhe publikun nga ana tjetër që të reagoj. Dhe mund të jetë një reagim, unë nuk e di se çfarë ka zarfi. Mund të jetë një reagim shumë i butë, por mund të jetë edhe një reagim ekstrem. Dhe në qoftë se ka një reagim ekstrem, a jeni krenar për lojën që po bëni brenda asaj ferme? Jo, jemi koherent me sjelljen tonë, pa diskutim. Pasi lloj pishmalliku. Do kthehemi tek ju pas pak, mbyllim lidhjen me fermën. Cili mendoni se do jetë vendimi? Dhe cili do doni t'ju të ishte vendimi? Unë nuk e di cili do jetë vendimi, por unë di vetëm që publiku jashtë ose njerëzit që e ndjekin marrin çdo lloj situate, çdo lloj video, shumë seriozisht. Na i dërgojnë të gjithëve. Unë dje kam qenë në një gëzim familjar dhe vetëm kur prek telefonin shoh që ishte bombarduar në mesazhe, më kishin dërguar me video të gjitha detajet e diskutimit dhe thash është bërë nami, ka plas lufta, hyra me njërë live ta ndiqja çfarë po ndodhte. Po ishte shumë i fortë, me thënë të drejtë publiku nuk ka faj. Gjua ishte një gjuhë urrejtje pa precedent. Për ne që e shohim nga një sekond, Armina, ta mbaroj pak. Bëhet e shpërdor më përpara ajo gjuhë dhe ka patur dënime kur ajo gjuhë është përdorur, kështu bëhet e padrejtë. Ajo që unë dua të theksoj është fakti që njerëzit që ndjekin, besoj në këto momente kuptojnë pozicionin jo vetëm tonin, kur ne jo se nuk i marrim seriozisht gjërat, i marrim shumë seriozisht,
Por ky personi që këto mendojnë që po i bëhet një padrejti kaq e madhe, që është Moza, është personi i parë që nga Iliri toleron dhunën, nga Iliri toleron ofendimet, i duket loj, i ka toleruar dhe nga lojtarë të tjerë meshkuj, nuk e ka asnjë lloj problemi, sepse me sa duket, kjo është strategjia që ajo ka ndjekur, ka zgjedhur të ketë si lojë. Sepse dhe Sorgini mua më duket thjesht një objekt i rrallës që ajo do të krijojë figura, që thotë, të krijojë ato skenaret e veta, dhe në atë moment nuk është bërë xheloz për Sorginin se ka ndonjë ndjenjë ndaj Sorginit. Thjesht Moza nuk do që vëmendjen ta marrë askush me asnjë ekzibicion tjetër, përveç asaj dhe ekzibicioneve të veta. Dhe në këtë rast ka menduar që Iliri po tenton të bëjë një ndër ekzibicionet e Mozës me lyrje vaje, gjëra të tilla. Kështu që të mos i marrim jo se të mos i marrim seriozisht sepse nuk janë gjëra të rënda. Mos më ka pëlqyer asgjë nga ato që është thënë, as komentimi i Peshës që është bërë kundrejt Sarës, as pjesa e komunitetit, as fakti që thotë se është normale një mashkull të lyjë një mashkull tjetër me vajzë, sepse s'm duket që ka diçka anormale në këtë pikë. Domethënë, mos i bëjmë këto kornizimet që vetë Moza është ajo që thotë mos na kornizoni, po ajo pikërisht ajo bën këto kornizime peshe, gjinie apo orientimesh. Në këtë pikë ky do ishte komenti im para se Moza ta neutralizonte gjithçka që ka ndodhur, sepse nuk ka asnjë sens t'ia thuash më, për aq kohë sa asaj duket shumë gallat ajo që ka ndodhur. Ermal. Faleminderit Kostana. Më shkrive, faleminderit Vise. Shiko, ti thua, ti themi njerëzve mos i marrin seriozisht edhe kur ata pajtohen ose ata nuk e marrin seriozisht. Por apo ndërkohë ti ke ngrënë 1000 çara. Ti thua që pse bën ajo, pse pajtohen, pse se ke ekzekutuar Ilirin. Ky është një spektakël, ky është një lojë, kjo është një lojë, ata janë shumë të izoluar, për një moment agravohen, në këtë pikë të lojës njerëzit janë lodhur, maskat janë rënduar, kur bien maskat del karakteri i vërtetë, dhe me sa duket, ka sa njerëz që në momente ndezjesh emocionesh, harrojnë që kamerat vazhdojnë të jenë ndezur dhe po i zhirojnë dhe dalin atë pikë që dalin. Dhe kur ftohen, kërkojnë falje dhe ribashkohen. Tash neve nuk mund t'i djegim turën e druve të gjithë për ato moment, nëse ata bien dakord që të jenë rregull. Po publiku nëse do e kishte në dorë dje, do e kishte djegur në turën e druve Ilirin, për shembull. Po unë besoj gjë, nëse bota do ishte si Moza, në botë nuk do kishte luftë. Unë se mendoj kështu. Sigurisht do kishin vdek për bukë, por nuk do kishte luftë. Arbana, sa thash se mbarove. Po, vazhdo ti. Kush jam unë, ajo është Kostana. Piero Miri. Okej. Të pëlqeu? Jo. Po. Jo, po e mbyll me këtë gjë që edhe publiku unë uroj që në momentin kur të jenë, se nuk e di çfarë do ndodhi me Fakirin, pse do ketë një televotim që t'ja lej me Agajnë dhe se thosha. Pse çfarë thashun? Me Fakirin. Me Fakirin, Të prandaj këtë Kostana, mos ajo ta mbyll gojën. Do thoja që uroj që t'i çojnë ke Fakiri edhe mos të eliminohen ndonjëri nga kjo që ndodhi, sepse ata që të dy ose që të tre janë disa personazhe që japin kaq emocione këtij programi dhe do ishte një mëkat nëse për këtë gjë do dilte dikush jashtë. Armin. Arbana, shiko. Kur ka një luftë aty brenda, kuptohet kur diçka është me inatin maksimal për të luftuar një dhe siç ka ndodhur në të shkuarën. Sigurisht që është e padrejtë kundrejt njerëzve të tjerë që kanë përdorur fjalor, sepse fjalori ka rëndësinë e vet, sidomos në një format televiziv që e shohin të gjithë. Për sa i përket sherreve ose situatave që krijohen, prandaj thash varet nga situata në situatë. Pse? Sepse Iliri me Mozën kanë krijuar një sinergji. Kanë krijuar një marrëdhënie që siç e pam edhe neve, shkon përtej lojës, që ata në atë normalitetin e vet, atë kafen që pinë dhe muhabetet që bëjnë, i bëjnë sepse kanë vlerësim për njëri tjetrin dhe publiku këtë gjë duhet ta kuptojë, që kur është lojë, ama në fundit të janë njerëz. Dhe ti thua pler dikujt Armina. Po gjykoj fjalorin. Çfarë respekti është ky? Po gjykoj fjalorin, absolutisht po them që shumë i egzageruar dhe është i papranueshëm, por fakti që ata kanë përplasje me njëri tjetrin dhe tolerohen nga njëri tjetri sepse kanë krijuar një bazë, që është një bazë shoqërore që ka një farë thellësie. Sepse ndryshe nuk do ta kishin toleruar. Unë opinionin tim ose shkojnë mirë, se ndjehen mirë, ose shkojnë mirë për hir të atij çmimit dhe qëllimit që është që do dënuar fjalori i Ilirit. Kur ata pajtohen ju thoni pse jeni kështu me dy fytyra pse u pajtuat. Do dënuar fjalori i Ilirit sepse nuk e përfaqëson Ilirin as si individ, as për atë që ai ka arritur dhe kulturën që ka si njeri.
Sepse ai fjalor kishte edhe video të tjera që ai ka përdorur fjalë të tjera shterpe, më the tash që nuk janë transmetuar. Nuk janë transmetuar sepse janë bërë virale, të gjithë i kanë parë. Pikërisht. Aman, se nuk jemi keq që transmetojmë video me sharje dhe me fjalë shëmtuara. Nuk është se po fsheh dikush, se dëgjova diku një koment, po fshehin videot, po fshehin videot që shkojnë virale, pra, shkojnë video virale, shohin 1 milion veta, po ne këtu i fshejmë, nuk po fshej njeri video, thjesht po evitojmë sa sharje që nuk i kemi qef. Ai momenti kur që shpërtheu Iliri, do më thënë ajo pika e dobët e ti ishte ndoshta një nga pikat që 80% e burrave shqiptar po ti prekësh ashtu do shpërthejnë. Sepse jemi rrit në një, le themi në një programim me një lloj koncepti homofobik që kur përdoret kjo fjalë edhe për shaka, ti duhet ta kundërshtosh me forcë. Dhe të regosh burërin. Jo, unë mendoj që më shumë është frika e damkosjes se mos të ngel. Atë sa po desha të thoja, Kostana, që visi vazhdo. Duke qenë se janë aty brenda, edhe ai thot mos mo avem këtë titullin, këtë etiketën, edhe e kundërshtoi me forcë, ndoshta që i doli dhe nga kontrolli. Kështu kjo është historia. Mirë, do të shkojmë sërish në ferm tani për sfidën e buxhetit, për ndryshuar pak edhe regjistrin, edhe temën, ju lutem mundsoni lidhjen.